Njeriu I sënuar. Thuhet se një nga të parët e muslimanëve ishte njeri pa flok, kishte sëmundjen e lebrozës, ishte I shurdhër dhe I paralizuar. Ky njeri kishte një man me fatkeqësi mbi kokën e tij, por ai gjithmonë thoshte këtë lutje: O Zot, falënderimi të takon ty, që mua më ke ruajtur nga shumë sprova, me të cilat I ke goditur njerëzit e tjerë. Dikush I tha: Më fal, por më duket sikur po tallesh, po a ka fatkeqësi më të mëdha se këto që të kanë rënë ty? I sëmuri ju përgjigj: O njeri, pasha Allahun e them këtë lutje me gjithë zemrën time. Me gjithë këto fatkeqësi që më kanë rënë, Zoti më ka dhënë një gjuhë me të cilën e përmend atë. Çfarë kam në zemër e them me gojë dhe nuk kam nevojë të bëj shenja. Më ka dhënë Zoti një zemër që falenderon. Zemra ime nuk prishet kurrë. Gjithashtu, Zoti më ka dhënë një trup që duron sëmundje dhe dhimbje.